ku flasim për 45% sipërfaqes së vendit, dohet buxhet minimal që nuk të i kanë lënë 4 milion euro në vjet, që është një rrugic ose një rrugë e thjesht në një fshat caktuar. Qytetaria thash që ka rol multifunksional dhe ajo nuk kufizohet në ato që potencova dy kategori. Do të thonë, role i jashtëzakonshëm klim, në pastrimin e filtrimin e ujit, edhe ato janë vlera ekonomike që konvertohen pare, këtë burimet e ujit janë pyet, normalisht ka jashtë pyetve. Krejt ajo kthehet edhe konvertohet në mjete është turizmi, është ekoturizmi që në të fundit ka Dhe Kosova turizmi malor e ka jashtëzakonisht potencial. Nuk e mbeti, pylli është ai që mundson që Kosova të krijojë hyra shumë fshatra malore bazohen në ofrime e shërbime ndryshme që konvertohen në këtë, mos flas për industrinë e drurit, për çështje të tjera që ndërlidhen me shfrytëzimin e pyjeve. Kryesisht pyje janë edhe çështjet e shfrytëzimit mineraleve që shpeshherë ato sillin edhe degradimin edhe shfrytëzimin e të menaxhueshme hirë, por në përgjithësi pyje është një resurs kombëtar me shumë vlera, edhe ato vlera janë shumë dimensionale.